Ju përshëndes të gjithë dhe javë të mbarë, mirë se erdhët në Reze Dielli edhe për gjatë kësaj javë do të mundohemi t'ju mbajmë bërthyer para ekranit të Report Televizion për t'ju sjellë tematika shumë aktuale, shumë të dobishme, utilitare për të gjithë ju, si nga fusha e shëndetit, ashtu dhe në fushat e tjera ku mundohemi t'i sjellim me shumë seriozitet dhe me shumë pasion. Sot kemi 3 rubrikat tona të hënës, duke filluar me hapësirën e gatimit që do të përgatisim 3 receta fantastike dhe për ta nisur javën, por jo vetëm, por edhe për t'i shijuar në këtë ditë të hënë. Jemi në fund të muajit qershor, fillon një muaj i ri, fillon patjetër java e parë e korrikut sipas panoramës astrologjike, do të ketë shumë të reja dhe informacione për 12 shenjat e zodiakut, për ju që na ndiqni përmes Jorgopullës, do t'ju përcjellim çdo informacion të mundshëm për shenjën tuaj. Ndërsa në tematikat që kemi përzgjedhur për të folur në bima dhe shëndeti, në rubrikën tonë kaq të njohur dhe kaq të preferuar tuajën, kemi zgjedhur të flasim për mykun e thonjve. Është një problematikë që shqetëson çdo, kryesisht gratë. Pse shfaqet, si shfaqet, si ta kuptojmë që kemi myk në thonjt tanë të këmbës dhe si t'i kurojmë përmes kurave natyrale në mënyrë që të zhdukni përfundimisht mykun. Kujdes, ai është ngjitës. Do të flasim edhe për çarjen e themrave. Çfarë tregon për shëndetin tonë? Jo vetëm një problem estetik, por pas çarjes së themrave fshihen dhe gjendje të caktuara shëndetësore, të cilat do t'i mësojmë dhe do t'i trajtojmë pas pak në emisionin tonë. Tani le të nisim me një herë me gatimin. Ja te kemi në kuzhinë me Albanën, mirë se të gjeta dhe javë të mbarë. Amin, amin, amin. Për ta nisur kështu me energji edhe me pozitivitet gjithmonë. Kur e manifeston një gjë, ajo gjë pritet të ndodhi, se lidhet çdo gjë me mendimet tona, apo jo? Është e vërtetë kjo pjesë. Ta mbështes mendimin totalisht. Edhe gjithashtu Çfarë manifeston ajo je? S'është themi çfarë ham kjo. Janë 3 gjëra që duhet i manifestojmë çdo mëngjes përpara pasqyrës. Që kjo ditë do të shkojmë mbar, që jo, po edhe kjo nuk vjen pa punuar. Po patjetër pa punuar, asgjë nuk vjen. Me të pamundurat, por duke i manifestuar patjetër mund të shfaqen horizonte, energji të reja për punë, për të menduar ndryshe, për të fituar ndryshe. Por çdo gjë arrihet me punë. Ku ka më mirë se sa puna me djersë dhe me thjesht vishni gjëra në xhepa, sepse është një manifestim. Po patë xhepa mbushen xhepat. Kujdo, ti thuash mendjen te lekët, se mos thot ndonjë që o zot shëndetëra të parë. Kjo është prioriteti. Po ditë, ne, qenia njerëzore është qenie materialiste. Është materialiste. Ka filluar bëhet shumë materialiste. Jemi të shëndetshëm dhe ne na duket sikur e kemi të mirëfill të gjendje gjithmonë. Vetëm kur kuptojmë që jemi smur, atëherë asgjë nuk të duket, asgjë nuk të vjen në sy. Asgjë. Vjen një moment që të duket e pavlerë. Ke Njerëzit luftuar gjithë jetën në botë, po të shikosh, kanë ikur në mosha më të reja. Pra, ku kanë pasur dhe çdo gjë. Na jep të energji dhe pastaj gjitha vivet. Është në bullator. Te pasticja ngelemi. Te pasticia sot. Te ka pasticë tradicionale, ashtu siç e keni ngrënë nga duart e nënave, të gjysheve, e me radhë që them unë para arcit. Na duhen makaronat. Unë i kam sill makaronat e gjata, nuk i kam sill nga shtëpia, po ishin këtu. Patjetër që kam qumshtin, djathin, pra çfarë është bylmet? Gjalpi, djathi, qumshti. Veza. Kam arën e moskatit, kam kripën piperin, arën e moskatit bashkë me piperin, zgjidhni ju të dyja. Njëra, s'poston tjetrën. Ose pak të dyja. Dhe kur flasim më pas, sepse gjithmonë është produkti lidhës, është veza dhe mielli. Unë kam zgjedhur të kem mielin, çfarë lloj mielli përdorni, nuk e keni fare problem. Edhe miell misri, dhe miell misri përdorni, ato të ballokumeve përdorni. Mjafton ti ola. I vet kaq. Ka plot aty, super. Fjalët e shumta janë të tepërta, çfarë do të them. E tha goca. Ola dhe i vë vulën. Si thotë Jorgo Pulla, vulën e zjarit. Me firmë dhe me vulë. Po, edhe unë me firmë dhe me vulë, ola them. Atëherë këtu, vendos një të nxere, që të kryoj salcën e beshamelit, patjetër që kam zier makaronat, me pak skrip dhe i kam lënë al dente. Më e mira është që vendos gjalpin,
me pak vaj derisa të kem të rezultat jo tërësisht të shkrirë. Shtoj mielin. Kam ujnë e makaronave, si kurse dhe qumshtin. Do shtoj pak ujë makaronash, sepse është ajo lidhja organike. Derisa masa i gjalpit, ose masa i ndyrës pësakt, duhet të jetë që mielli të filloj dhe të duke si kur zihen në gjalpit. Ajo është e dukura. Derisa fillon dhe kokrizohet dhe si kur e ndryshon tjetërsohet në ngjyrë. Kur është njeri u i shplodhur, si i shqaron gjërat mirë. Që në ke shplodhur, dhe më thëmë, plazh. Jam shplodhur sa. Ja pra, e freskët nga shplodhja. Duhet një shkëputje, me thëmë drejtëm, për të rikarikuar, po. Për ta nisur energjinë kësho nga fillimi. Pakës, ujë makaronash. Derisa e marrë me të mirë, do të shtoj unë e makaronave. Dhe fillon direkt të jetë ajo masa e një trajshme që na duket si supë. Do të shtoj qumshtin që mos më krijohet si qull. Pra ka diferencë. Diku më pak kështu si më të butë komplet pastiqen kjo beshameli. 500 mililitra, gjysmë litri. Unë kam shtuar edhe lëngun e pak nga makaronave. Do të shtoj një masë kripe. Ne po të duam që mos kemi atë problemin, shtojmë vetëm të verdhën e vezës. Në të kundërt me raje shumë të shpejta, shtojmë edhe. Unë shtoj direkt, s'ka nevoj të më friksoj e verdha prerja e beshamelit. Në të kundërt... Kur e përdosh shpesh në për supa, e kështu e mëson amvisadorën për ta ftohur dhe për të krijuar atë ekuilibrin e temperaturave, në të kundërt shpëtoni vetëm me të verdhën edhe. Ja. Mua tek pjesa tjetër këtu te supa, mua më duhet vetëm e verdha. Te supa. Gjë që ndihmoj. Marr dhe pjesën tjetër. Që mos halë gjysmën edhe, që ta shtoj direkt këtu. Sa të fillon të rëndohet, derisa të më bëhet. Duhet të japi rezultatin e vet mielli, të trashet pak, edhe të krijoj atë kremozitetin që i duhet beshamelit. Duke pritur, që të kemi të gjithë përbërësit, që t'i shtojmë një nga një, ashtu si shduhet, sepse është e vetë të beshameli që ne nuk mund t'i shtojmë gjithë përbërësit. Por, nëse ju doni që të keni një beshamel, pa proces termik, shumë mirë, me një cilës me gjysëm po. Merrni një sështem, qumshtin, e bëm pak më të lehtë. Riheni mirë dhe më pak, dhe e vendosin shumë pak, sa të marri një vlim të avasht. Po. As vez, as një gjë. Thjesht shtoni dhe gjalpin dhe jeni shumë në rregull. Se mos, që mos të rëndohet teli i dorës. Rëndohet teli i dorës do të thotë që ne kemi në rregull, por le t'i lë kohë të duhur makaronat. Makaronat, kemi dhe djathim pashtuar. Djathi largoj. Direkt pasi i bëjmë të përzierjen. I kemi zirë makaronat mirë. Si kam shtuar as vaj, as gjë. Nëse ju kërkoni që të keni makaronat të gatuar dhe t'i lëni në frigorifer, normalisht e para gjë që të bëni, do t'i lyeni me vaj. Sikurse dhe tasin. Ndihmon
aroma e vajt ose uthus, ndihmon që mos ketë asnjë aromë tjetër të rëndë, se ne dim shumë që tasët plastik mbartin aromat e gatimeve. Dhe jo vetëm, po duhet të ruajmë tani pak nga këto enët që përdorim, jo plastikat, më mirë qelqin, inoksin, qelikun, kur flitet aj sa mund të arrim, se tani këto mjete pune kemi në treg dhe do të përshtatemi, por kur thua për pjesën e plastikës, është mirë që edhe pasi e përdorim të mos krijojmë kushtet që mikroplastikat të kalojnë pastaj në ushqimin ton, duke e nxehur për shembull një enë që është plastike, siç e them, nuk duhet të shtojmë ushqimin e nxehtë apo nuk duhet të përdorim me ushqime të nxehta. Relativisht janë disa informacione që ndoshta i kalojmë, neglizhojmë për shkak të ritmit që merr jeta, por duhet të dihen sepse që tek veshja janë ato mikroplastikat që janë të dëmshme dhe shumë problematike për shëndetin. Shiko tani? Që gjenden kudo, në ushqime, në veshje edhe të keshat që veshim. Patjetër që po. Tani? Pak arë muskatit. Sa jep atë lezetin? Në salcë bardhë ose në beshamel. Shumë pak piper këtu, marr edhe ka problem se kam djatin këtu. Të dyja, pra edhe vezën e plotë edhe të bardhën që jam morën borë supës. Pra i mësuar të bëjmë atë më të thjeshtën që themi, shtojmë qumshtin, vezët i rajë me meradh, po me beshamel ka një shije ndryshe me të drejtën. Pra në këtë formë nuk prihet veza. Du ta punoj? Derisa të jetë kjo mas, shiko, mos jetë me trash. Sepse rrezikojmë të mos na mjaftoj për të gjithë sasinë e makaronave, duhet të jetë një konsistencë ose një trajt kremi i holl. Më i holl se muhalebia e fëmijëve. Ja. Tani lyejmë të kujdesemi që të e gjithë kjo mas lyet mirë. Derisa tjetë e ngopur mirë masa makaronave të zjera. Gjithë masën në tepsi për të bërë gati në një furrë të parangrohur. Patjetër që do t'i lëtë një lugë Andronikit këtu, se e di që do t'i duhet. Duhet dhe luga që të marrim gjithë masën e kremit. Opa! Këtu. Thjesht. Një sekund. Ja, jo, e lëm ashtu sepse fillon e krijon ato. Zë vend vetë. Pastiqe me krem beshameli, po e përgatisim dhe po e vendosim në furrë për t'u pjekur, po i përmbledh të gjitha produktet që përdorëm në recetën tonë të shkruar, pastiqe me djathë dhe salcë beshamel. Një pako makarona, 250 apo 300 gram djathë i bardhë, cilën do t'ja shtoni bashkë me përzierjen e produkteve të tjera, 50 gram gjalp ose vaj ulliri, ndërsa për salcën beshamel 50 gram gjalp, 2 lugë gjelle miell, 500 ml qumësht, një vezë plot, krip piper i zi dhe pak arë moskat. Kjo është pastiqja me djathë dhe salcë beshamel. Rekte në furrë të parangrohur, unë e kam të 230, e ullë edhe një 10 gradë, 220 e lë. Nxehtësia lartë poshtë, rezistenca patjetër edhe lartë edhe poshtë, në të kundërt që nuk doni rezistencë, shumë mirë vendoseni në ajër.
Dhe në pjekje bëhemi gati tani sjellim produktet e recetës së dytë. Tani për recetën e dytë. Po, ne shkëputemi për mesazhin e ditës promocional për sa i takon ofertës të Prostatol Kompleks. Mirë se erdhët përsëri, vazhdojmë punën në kuzhinën tonë, kemi përgatitur pastiçen gati për ta pjekur në furrë, tani do të kalojmë tek receta e dytë. Kemi perime, asnjëherë nuk mungojnë në tryezën tonë, perimet shumë ngjyrëse të shtinës, me speca, me patlıcan, kungulleshka, karot, domate, patate. Do bëjmë ndonjë gjellë? Patjetër një turli. Një turli të shpejtë. Të shpejtë, me këto perimet që ju përmenda, pa mish. Tani të shpejtë. Aq kohë sa do marrë, të shpejtë. I them të shpejtë. Nuk është se ke peta. Gatimet që duan kohë, byreku janë musakat këto. Po edhe shpejt nuk është. Po, kur themi të shpejt, e kisha fjalën që shumë s'kemi mishin që duhet të zjejet, na marri kohë. Janë vetë perimet që do na flasin sot. E kam limituar sot, thjesht kam supën që do ta bëj me mish të grirë. Po. Pra këto perimet të cilat edhe shkojnë shumë mirë me njëra tjetrën në shije, na japin një shije të mirë. Kam 2 karrota. Kombinohen mirë me njëra tjetrën. Që i pres në disje, bashkë me qepën. Tek qepa kam shtuar pak ujë edhe vaj. Shtoj karotën, që është më e fortë si perime dhe madje më e fortë se patatja. I del që në mas karota tjetë më e madhe dhe pse themi 2 e 2 janë perimet. Kam vendosur 2 speca, mund vendosni 2 të kuq, 2 jeshil, po unë kam vendosur thjesht 1 e 1 që nëse në vendosja 2 e 2, do më dilte gjellë me speca dhe jo turli. Po. Sepse duhet të jenë të barabarta patjetër. Dhe emrin e recetës. Po. Tu kam një patate të madhe që është baraz me 2 të vogla, gjë që është e duhur si mas. Nëse ne duam qepën dhe patate, normalisht i marrim dhe vendosim frigorifer dhe është akoma edhe më e kollajt për prerjen dhe në mos ngjitjet nga te thika. Normalisht thikës shumë mirë mund ta lyeni me vaj dhe sërish nuk ngjitet. Por po e pres në mënyrë të tillë dhe asgjë nuk e gjen. Shtoj edhe pataten. Pra kam një qep, karota dhe patate deri tani, 2 patate, 2 kunguj, patlıcan dhe speca. Tek erëzat më duhet rigoni, kripa, piperi, kripën e kam vënë 2 herë, patjetër e kam vënë 2 herë, kam piper, kam edhe hudhrat. 2 thelpi hudhra, jo për të mos më na marrë sysh, jo, për gatimin. Për tensionin, ja kemi hedhë dhe tensionet e gjithave. Ka veprimin e vetë, për aromën shijen, fuqin. Di për shumë një bised me hudhrën, se kështu është për më gjë njëri besonat, diskutonat të profesionit vetë. Dikush thoshe hudhra është e mirë ditë për ditë. Dikush do thoshe, ajo, më ka thënë doktori që me dura është një ditë po, një ditë jo. Edhe... Po një thelpi çdo ditë asgjë s'të. Po t'elbana si e përdor. Thash me thënë të drejtën e thash, unë e përdor vetëm kur shikoj veten që stop, duhet ta marr patjetër. Patjetër që me ilaçet po. Po për shembull, njerëzit që kanë hipotension, që kanë tension të ulët, për shembull, mbase hudhra nuk i ndihmon fort sepse i ndihmon për të ulur më shumë tensioni. Për ata që vuajnë nga tensioni i lartë kanë të detyrueshme për ditë, për ata që duan të kujdesen për shëndetin, një thelpi hudhër çdo ditë dhe aq më tepër ti hedhësh çik mjalt sipër edhe e ke krijuar bombën. Një moll në ditë, doktorët i thotë ikum. Nuk është tani ka shkuar thelpi hudhre në ditë? Doktorët i thotë po shtanti. Po çajo në doktor, hajde më doktor se na duhesh i falërës se ne dalim doktorat gjithë. Po na duhesh i ata i thuash sot ashtu si duhet. Po dhe qepa, më edhe hudhra, të gjitha. Tani ka mënyra plotë edhe për pjesën e aromës. Po ja, për shembull, thuat për bajame. Tani, ka njerëz që thonë arome keqe, po normal, po e konsumove me raki apo me alkool, normal që do të mbaj ato erën e tmerrshme, po më mirë konsumoje si ç'është. Bravo, po. Po i kombinove të dyja.
Mua për se shumica e njerëzve mund të mendojnë udhër sa aromë të keqe që ka. Mua më pëlqen të konsumoj shumë. Se ka squfur, ndaj dhe ka atë aromë. Të ëmblën dhe me kripën. Të kombinosh të dyja, shihet. Patjetër më pëlqen jashmasë, sidomos të salsat. Ta se the kështu, kujtun mish me mjalt për shembull. O, është jam e mirë, sidomos mish i derit. Të trendet e çmendurat të shefave të kuzhinës. Pra mishkat e egër, ku muskujt e kafshëve janë muskujt e përparme janë gjithmonë më të fortë. Deri, kuajt, këto dërkucat e vegjël të egër, ato kanë gjëja më e mirë është të shoqërohen me mish mjalt. Një lyeri e mirë, është goxha mirë. Po i lëm këtë gjë se lindët Turlia sot. Jemi larë nga familjet. Unë marrë dhe thelpit e hudrës këtu, edhe jashtoj që të treten bashkë të qepa. Pra të gjitha produkte që janë, qepa tretet, asgjë nuk mbetet, dhe kemi vetëm formën e duhur të patates edhe të karotës. Të pushoj unë pako. Pushoj pak edhe thuaj për bërësit. Se bollara. Pushoj pako. Le të karotisen të skuqen mirë se të zbuten njerëz. Aty kam marrë shihen Trulia, tek skuqja dhe karotisja, se ndryshe do të ishte një supë me perime. Së bashku lexojmë produktet e Trulis me perime, një Truli verore, mund t'i shtoni dhe perime të tjera nëse doni, po këto janë baza që përbëjnë atë pjatën e shijshme me ngjyra. Kemi 2 patlıcan mesatar, 3 kungulleshka, 2 patate, 3 karota ose 2 karota, 1 kokër qep, 3-4 speca të kuq, jeshil ose të verdh, 3-4 domate të pjekura mirë, 3-4 thelpinj hudhër, vaj ulliri, 60 apo 80 ml vaj ulliri, gjithmonë llogaritet sipas numrit antarëve që kemi në shtëpi, nga një lugë gjelle për secilin. 1 lugë kafeje sheqer, 1 spec djegës ose pak rigon, krip piper i zi, dyshja që smugon asnjë gatim, dhe disa gjethe majdanozi ose disa gjethe borziloku për atë freskin, dozën e fundit të freskisë që do t'i japim gjellës, dhe këto gjethe do t'i vendosim padyshim pasi të kenë nxjerrë të gjitha perimet, në mënyrë që të mos oksidohen dhe të humbasin rolin, funksionin dhe aromën e tyre. Qa buret e tenxheja tjetër do t'i karordisësh Po, pjesën të tenxheja tjetër, marr pak, ja, i lë pak më njankë. Shtoj. Ka vendosur vaj, që unë mos të ha kohë me gjërat e tjera. Shtoj pakës miell, sikurse edhe kripën. Bëj të spërkatjen e duhur me miell. Ja. Më duhet normalisht edhe pakës. Prandaj të momentin çfarë do lloj mielli juve dhe nuk është problem. Do t'i skuqim më vete pra, patlıxhanët, të ndryshe nga bashkë me mielli. E largoj të lajt e duart. Edhe ai mielli mbetet aty, krijon atë salsën dhe e trash pak gjellën, mos në dali perimet më veç, lëngu i tyre më vete, kështu që ky veprim pra për t'i skuqur patlıxhanët me miell të pudrosur ka këtë funksion. Përveç se i skuq dhe i ruan formën e patlıxhanëve, krijon atë salsën e lidhjes së gjellës dhe na jep edhe shije gjithat mirat. Përse vendosa patlıxhanët dhe jo perimet e tjera? Sepse patlıxhanën e dim shumë mirë, sikurse edhe kërpudha e përthithin vajin shumë. Duke shtuar pak miell, pra duke e fortifikuar komplet produktin, mielli mua më lë edhe më trash, edhe ngjyrën që ngelet e vaj, po edhe skuqet, i jep edhe atë shijen e veçantë. Jo domosdoshmërisht duhet shumë, po për një shije më të veçantë ne veprojmë. Marr dhe kungullin, e pres mesatarisht.
Do ta shtoj. Kujt duhen shumë pak, kështu që tek perimet e tjera janë mirë aty. E dim shumë mirë që ka një përqindje goxha të lartë në trupin e vet ujë. Ja, shtoj edhe. Duke mos ndalur që të shtoj kripën edhe piperin. Këtu ku jam, do t'i shtoj salcë domatesh. Hop, i mbaroj. I heq të gjitha me këto që unë kam mbaruar. Do t'i lë këtu. I largojnë lavaman. Një përzierje të duhur. Pra, një kapak gjysëm të tillë dhe filloj edhe Mirë të rikëthyet në kuzhinën tonë, po vazhdojmë të përgatisim turlin me perime që e lam për gjysëm, po ju prisnim që të shiknit rezultatin, jemi ka urdisur, skuqur perimet me radhë, si pas kohës që i duhet si cilës për të marrë atë procesin termik. Për ta bërë më të shishme, punoni në 2 tigan. Shtoj edhe pak sheqer për të ullur aciditetin e domates. E mirat mirave është gjithmonë që lugën e gatimit vendoseni brënda në ujë, jo të thahat. Të mas që unë kam tani, këtu shikoni, ja. O, peshtoj. Do ta lë këtë të nxjerrë për të bërë supën me kos e me mish të grirë. Po, që e kemi recetën e tretë për supën. Shiko. Do të shtoj rigon, ose në të kundërt ju shton, ose spes djegës, gjithmonë, ullë nxehtësin, heq të këtë nxehtësin tjetër këtu, pakës qumë shumë të proj nga beshameli, unë e shtoj. Në gatime, kemi thënë që këto gatimet në fund fare, për shembull, sidomos se tavat, po të duam ne vendosim edhe në tavë, po të duam ne. Niki, është bërë ajo... Mendoj po, se kam mbaruar dhe minutazhi që i vëmë në dispozicion. Marë. Heqim pasticën, vendosim turlin, sa ta i koset pak. Bim aromatike. Ja, po e tregojmë sa mirë ka kulluar dhe sa mirë është pjekur. Kemi përgatitur pasticën sot me salcën e beshamelit. Mund ta përgatisni fare kollaj. Është një nga recetat tradicionale që i shijon gjithë familjes. Më thuaj një që preferon pasticën. Lëmë të pikse të ftohet, gjithmonë duhet të presim që të ftohet dhe të kulloj mirë përpara se ta konsumojmë. Pas pasticës kaluam tek turlia me perime, me ngjyra, me vitamina, një përzierje të mirë, shiko. Pra i kosja e duhur, patlıgjanet që janë skuqur bashkë me mielin, që fillojnë të trashin lëngun, tumshia i kos, erzat duhet patjetër në vend të spesit djegës e vendosim rigon, ose në të kundërt, dhe bim aromatike, dhe po të doni ju, mund të merrni edhe bukë, unë them shumë pak bukë, ose hiç fare, me mira, shiko, në momentin që fillon dhe bukë që kërkërkërkër, ajo është zjerja e duhur, sepse është gjysmë gati, po të duam ne, e marim, po si... I vendosim do një... Dhe i vendosim... një letër alumini dhe jemi aty ku duhet. Ja. Urdhëroni. Shumë pak do të marri kohë edhe në... A ju kam thënë? Ju kam thënë, po në them sërisht. Jo pa qëllim të letrat e aluminit. Pra, në momentin që shkëlqen... Direkt në furpo e vendosoj që të kemi mundësi ta... Duhet të mëshillet pjesa e nxehtë. Dhe në momentin që kjo është si e veshur, e ftohtë, bëshillen produktet e ftohta. Prandaj edhe është me 2 krah të tillë, jo sepse e ka prodhuar ndërmarrja vet, por ka para dhe mbrapa, si të thuash,
për të dalluar, por edhe për këtë efektin që thamë. Atëherë, unë direkt do të marrë dhe do të... Kalojmë të supa tani, receta e tretë. Supë me mish të grirë dhe me kosë. Direkt, ja. Direkt lista e produkteve i lexojmë së bashku, tregojmë se çfarë ju duhet për një supë të shpejtë, nëse keni pak mish të grirë, e përgatisim së bashku dhe lexojmë njerë se çfarë ju duhet. Supë me mish të grirë dhe kosë, 300 gram mish i grirë. 2 lugë gjelle vaj ulliri ose gjalp, 1 qep mesatare, 1 karot, 1 lugë gjelle miell, 1 verdh veze, 300 ml kos i trash, 1 litër ujë ose lëng mishi ose 1 litër e 200 ml, krip dhe piper i zi dhe pak majdanos të freskët në fund fare që t'ja shtoni ose çfarë të doni. Ne kemi marrë dhe majdanos, kemi borzilo, kemi koper në tryez, të gjitha bimët aromatike që janë me shumicë tani në treg, ju që i mbillni në oborin apo në balkonin tuaj. I shfrytëzojmë për gatimet, i shfrytëzojmë për salca të ndryshme, i shfrytëzojmë për të aromatizuar dhe rritur vlerat e ujit që konsumojmë, kështu që përdorini bimët aromatike. Dhe fillojmë me përgatitjen e supës. Do të shtojmë fillim fare, direkt, mishin e grirë. Ja. Pakës ujë më vjen në ndim nga bimët aromatike, ja. Ndyrën edhe e punoj, nuk më duhet e kokrizuar fare, e tillë më duhet. Do të shtoj I grimë dhe aty karotat. Karotat? Mirë, se bën më shpejt skutja. Në atë mënyrë lejojmë që edhe të përthithen lëngjet e mishit. Pelte e kam bërë. Kaq duhet. Dhe e shtojmë tek mishi. Nuk e lënë, ja marrim një lugë. Metalike. Pra, si që shikni, nuk kemi lënë të skuqen, të kaurdisen, por janë me lëngje, duke qenë se është supë dhe ato do zbuten. I largoj. Mjep t'i largoj të gjitha. Dhe vendos një tenxhere tjetër. E lë paksa, vetë ndryshe pozicionet unë edhe jemi akoma dhe më mirë. Do t'a lë të bëhet, duke i shtuar masën e kripës, dhe lë të bëhet. Shtoj mielin. E patë që nuk kam një ndyrë mjaftueshëm dhe i shtova një kipakës ujë të lutem, po këtu.
Pa e sjell të nxehtë. Po. Është mbyrë. Shtoj direkt. Nuk duhet edhe më shumë. Jo, kaq më duhet. Nga anën tjetër zjejmë mishin edhe karotat, fund fare, pastaj edhe që të bëhet. Të verdhën e vezës. Kam hequr të gjithë për bërësit. Shumë bukur, shtojmë edhe kripën të ndërkohë. I lëm pak kohë këtu produkteve të jenë gati për t'i bashkuar me njëra tjetrën për të kaluar më pas në një mas të vetme. Mirë, mbarojmë të gjitha. Aroma që do të zgjedhim bime aromatike, do t'japim majdanozin apo bërzilokun, si thua. Se kemi edhe turlin, kështu që mund t'i përdorim dhe t'i alternojmë bimet aromatike, se ne në dori kemi këto bimë. T'japim një shije më të veçantë. Po. Është shumë i mirë, ndërkohë, sa kohë të merr kjo pjesa, unë po përgatis kafen për të dyja, edhe do t'a përgatis një ekspres italian, që të më duket dhe mua dhe Albanës, vetja si kur jemi në një lokal italian, me një ekspreso të vërtet italiane, një ekspres të shishëm, aromatik, që na jep mundësin të shijojmë kafen, edhe të mos pyesim më pastaj për energji, adrenalinë, me radhë, po shkoj ta bëj gati vetë shumë e thjesht fare, nuk ka nevojë të flas shumë unë, sepse ma garanton dhe më jep këtë mundësi. Makineria Lavazza Modo Mio, mjafton që mund të zgjedh kapsulën time të preferuar, çfarë dëshiron madhëri. Po të doni shkëlqësia juaj. Do zgjedh mishelën e preferuar, ja këtu tek sirtari kemi vendosur të gjitha llojet. Nga decafeinato, delizioso, passionale, intenso, divino, crema gusto. Sot do zgjedh mishelën Qualità Oro, 100% kafe arabik. Do ta pi fiks siç e pinë dhe preferojnë italianët prej nga na vjen Lavazza me makinerinë a Modo Mio, që e ka të gjitha në sinkron gati, që tek temperatura, që tek shtrydhja, që te presioni që i jep. Ja, do t'a pi një kafe fare të shkurtër, ta hap një të bëj gati ekspresin, ne do më presi pak sa të bëhet të ngrohet ekspresi, që më pas ti jap tek butoni ku na duhet, është me kapsula, që ti jap atë butonin me një kafe të shkurtër fare, se kështu e ka modalitetin vet, për ta zgjedhur siç e doni ju, kafe normale, mesatare, kafe e plot, ose butoni tjetër pastaj për ta mbushur plot filxhanin, nëse juve ju duhet që ta konsumoni dhe ta merrni me vete, duke punuar, si do bëj unë tani me Jorgo Punës, do të takojmë pas pak për horoskopin e javës, ndërkohë Albana ne jedhim një sy pak më vonë recetave, kështu që unë bëj gati kafen dhe ju pres pas pak me Jorgo Pullën. Shihemi pas pak dhe një herë. Parashikimeve për këtë javë me Jorgo Pullën jemi në studio, mirë se erdhe Jorgo. Jetë kënaqësi. Për të vazhduar bisedën për 12 shenjat e zodiakut, si do të jetë kjo javë, mbyllim një muaj të ri, fillon një muaj i ri brenda javës, kështu që si ndikojnë këto ndryshimet e muajve? Duket se pikërisht kjo fund, do thoshim dita e fundit e fillimi i javës, ka të bëjë që sjell ndryshime të papritura në lajme të papritura përmes ndikimit të lidhjes Afrodit-Uran, duke shkaktuar keq kuptime në punë dhe çështje sociale. Duke filluar nga dita e mërkurë, që kemi sot, nesër, pas nesër në orën 10. E tutje, kemi ndikime shumë të mira, sepse aspektet e këndëve pozitive që bën Saturni me Neptunin, na jep mundësi në zgjidhje të problemeve të çështjeve të punës, të karrierës dhe të vazhdimësisë. Dhe romanca apo lidhje serioze vazhdojnë nga e mërkura e tutje. Pra, hënë martë dhe mërkurë para ditët deri në orën 10, do të kemi të kujdesshëm, mos grindemi për gjëra që nuk ja flenë. Kujdes me grindjet pra, nuk premtohet shumë. Këto 2-3 ditë jo, më mirë shikojmë dhe... E lëmë për javën tjetër, ndoshta. Mi ti marrim me radhë, unë them të gjitha shenjat, fillojmë me dashin, të shikojmë si pozicionohet dashin në këtë javë. Dashi duket se ndikimi i Afroditës dhe Uranit, ku ka të bëjnë shumë, është në dem, ku tregon se ka një ndikim shumë të madh në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, por gjithsesi duhet pak vëmendje në çështje që neve kërkojmë dhe duam t'i realizojmë. Ajo çka është, ose më saktë duhet që të kemi mundësinë dhe të rregullojmë gjërat e punës, është momenti i mirë për bërë disa gjëra të rëndësishme si takime pune, ditën e njëjtë, ditën e premte janë ditë shumë të mira për stabilizimin dhe ndryshimin. Në fushën
e dashurisë, edhe pse me disa probleme të vogla që kemi pasur, por duket se tani është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv për zgjidhur problemet e ndryshme. Meqense kemi të bëjmë me afërditën në binjak nga data 5, ku do të thotë ndryshime, do të thotë vendime, marrë vendime të rëndësishme, është shumë mirë për sa përket stabilizimit dhe konkretizimit e lidhjeve të punës, të karrierës edhe jo vetëm, sepse një dashuri e munguar duket se plotësohet në këto ditë. Po, kalojmë tek demi. Për sa përket demët duket se nëse anën shpirtërore, nëse janë në një lidhje ose kërkojnë një ndryshim në këtë drejtim, ose kanë një njohje të këthin lidhje serioze, është një mundësi shumë e mirë, sepse bazohen në të drejtën e tyre, bazohen në respektin reciprok dhe është një mundësi shumë e mirë për të stabilizuar. Hyrja e afërditës në binjak çon në ndikime favorite për sa përket çështjeve ekonomike financiare, për sa përket dashurisë së pastër, dhe kjo do të thotë një gjashkëndër që bën afërdita me Saturnin në ndikimin më të madh në datën 6 që ndihmon dhe në çështjet madhore ekonomike financiare dhe në lidhje me dashurinë, por bashkim familjar që ka të bëjë shumë në çështjet që lidhen me problematika që kanë pasur, sepse është një mundësi shumë e mirë për sa përket lidhjeve dhe konkretizimit të një lidhjeje ku keni pasur probleme ose doni të zgjidhni këto probleme, tani është momenti më i mirë i mundshëm për ta stabilizuar. Kurse në lidhje me anën e financave ose çështje kreditimesh, është mjaft mirë bisedimet që të bëhen ditën e ejte. Binjakët. Për sa përket binjakëve, tani për binjakët duket se afërdita në shenjën e binjakëve ndryshon dhe rrezaton në fushën emocionale. Dhe kjo do thot tërheqje vëmendje dhe kjo do thot ndikimi i flirtimeve, i njohjeve të reja dhe është momenti që ajo çka duam të realizojmë, sepse kemi një gjashkëndër që bën me afërditën dhe Saturnin në datën 6, ku është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv për të shprehur atë që juve ndjeni përballë personit që juve ju intereson, dhe është një kohë shumë e mirë për të stabilizuar. Kurse në fushën e punës dhe të karrierës, edhe pse java fillon me disa çështje të vështira sot nesër, dhe pas nesër nga ora 10-11, do të thoshon për binjakët, se janë shenja ajri, mund keni nevojë për sa përket disa informacione më tepër nëse do të marrin përsipër juve jeni sipërmarrës ose për shembull një kontratë e rëndësishme. Do të bëni pa kujdes, sepse rigrupimi dhe i menaxhimeve që juve keni në fushën e punës suaj dhe ekonominë, do të pasur pak vëmendje nëse do t'ju duhet për shembull marrjen e një kredie nëpër bankat, mirë është që këtë javë të rishikojeni edhe një herë pra të vendosin, sepse do t'ju duhet, nuk diskutohet e keni të domosdoshme për sa përket biznesit tuaj, por është një kohë që më mirë është që të shikojmë dhe të bëjmë përllogaritje se sa të nxitohemi dhe të mos gjejmë zgjidhje aty ku neve duam. Por gjithsesi, e premte e shtunë e djetë janë ditë shumë të mira për bisedime dhe çështje të rëndësishme që mund të jeni zgjidhje në këtë drejtim. Okej, le të kalojmë pas binjakëve te gaforja. Për sa përket gaforeve, duket se në prashimet emocionale, që do të thotë për gaforet, kjo javë mund sjell njohje të papritshme përmes miqve, grupeve, ndryshimeve, ndikimeve, udhëtimeve, mundësi të reja që kanë, sepse është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv në këtë aspekt, por pasi afërdita në binjak çon në lidhjet serioze, njohje serioze, është një mundësi shumë e mirë. Keni pasur një problem, një ndarje juve që gaforës kanë pasur me peshorët e diçit të tretë, kjo është një mundësi shumë e mirë tani për ta zgjidhur këtë problem dhe është një kohë shumë e përshtatshme për ta stabilizuar këtë lidhje dhe të shkojnë në martesë ose në fejes. Kurse në çështjet profesionale, personale, në punën e tyre kjo javë duket se një situatë e papritur në punë sot e nesër, do të jenë të kujdesshëm sepse nuk është diçka që mund të kenë për shembull që ndaloj këtu, prish këtu gjithçka. Jo, por një rikujtesë është më tepër se sa ajo çka duan të tjerët të prishin Terezinë e punëve, por gjithsesi është një mundësi shumë e mirë tani në lidhje me bashkëpunime të papritura që do kenë mirë të merr 5 lekë atje pa hajde të kënë 6 lekë. Këtu do të kenë shumë kujdes sepse mund të prishin disa ekuilibra që kanë vite që kanë krijuar dhe mund të mos realizohet ajo çka duan. Por gjithsesi kushtojnë vëmendje detajeve dhe besoni vetëm tek njerëzit që kanë vërtetuar besueshmërinë ndaj tyre. Prandaj do të jenë kujdesshëm në këtë aspekt, por gjithsesi meqense gjashkëndësi afërditës me Saturnin në datën 6 ndihmon të mbështeten në planet afatgjat dhe një firmosje mund të jetë ditën e premte, që është një ditë shumë e mirë dhe tepër e veçantë në lidhje me punën e tyre dhe lidhje me karrierën, sepse lidhet shumë me gjëra të tilla dhe është e veçantë. Okej, le të kalojmë tek Luani. Për Luanët kanë një ndikim shumë të madh tani në fushën e anës sentimentale, sepse bashkimi e afërdit Uran tregon që në çështjet
profesionale ose çështjet e dashurisë kanë pasur shumë probleme. Kanë pasur në lidhje me dokumentat, në lidhje me bashkim familjar, në lidhje me një njohje prej 3 vitesh janë shkëputur, kanë pasur një njohje tani dhe kanë qenë mirë e bukur zemra shpirti ndarkë dhe ditën tjetër kanë mbyll telefonin. Të gjitha këto zgjidhen dhe të gjitha këto marrin një hovë tjetër nga dita e mërkurë mbas dite e tutje. Tu do jemi do shikojmë sepse kemi shumë mesazhe që vinë në adresën tonë dhe kjo është kënaqësi shumë e madhe. Është një mundësi shumë e mirë për këta lidhje që kanë pasur me probleme, duket se e mërkurë, e njëjtë, e shtunë, e diel, për sa përket luanëve, është koha më e mirë për t'i zgjidhur. Nëse këto që kanë të bëjnë me lëvizje nga një vend tjetër, sepse ka një ndikim shumë të madh dhe kjo ka të bëjnë në anën e tyre, është mundësia mjaft e mirë dhe tepër pozitive për ta stabilizuar. Në çështjet e punës dhe të karrierës, duket se kjo javë tregon mundësi dhe rëndësi të veçantë në fushën e karrierës dhe disa gjëra të tjera, por do të jemi të kujdesshëm mos të nxitohemi para se të marrim vendimin e rëndësishëm. Kalojmë tani tek Virgjeresha. Virgjeresha duket se në fushën e emocioneve ka të bëjnë shumë kjo javë, nuk përshtohet mundësia që të linë një lidhje dashurie në distancë, në njohje përmes udhëtimit apo bisedave intensive të panjohura. Po të keni kujdes sepse me virgjeshat juve mund të bisedoni, por do të keni kujdes çfarë bisedoni dhe si bisedoni sepse virgjesha trafi mes pazarit, po në Virkosën është tjetër punë e vështirë. Por gjithsesi, kjo periudhë është periudhë që mund të gjeni zgjidhje dhe kompromise. Nëse jeni në një lidhje, ka të gjarë kjo lidhje të shkojë në lidhje serioze dhe një moment shumë i mirë për ata që janë në njohje dhe nisin diçka, mirë është sepse kemi të bëjmë me gjashkëndjen e Saturnit në Dash, në datën 6, ku është një kohë shumë e përshtatshme dhe tepër pozitive. Kjo është një zgjidhje pjekurie dhe emocionale ku do të arrini që të përfitoni në këtë aspekt. Kurse në çështjet e punës, duket se me afërditën në binjak në sektorin e karrierës vjen një periudhë mjaft e mirë suksesi profesional dhe ekspozimi favorshëm që ka bën shumë lidhje me çështjet e punës dhe të karrierës, sepse një gjashkënd që bën Saturni në Dash në datën 6 u jep mundësi, sepse Saturni është mësues universit, është ai që i bie çekiçit dhe thotë ke të drejtë dhe kjo e gjeni këtë zgjidhje dhe është një moment mjaft pozitiv dhe tepër ideal, sepse do të ndërmerrni hapa të qëndrueshëm profesional në fushën e punës, në fushën e karrierës dhe jo vetëm. Kalojmë tani tek peshorët. Për peshorët duket se duhet pasur pak kujdes peshorët të dashur në lidhje me anën e dashurisë, duke filluar nga dita e diel që quhet dje, sot dhe nesër, të jeni të kujdesshëm në bisedime dhe të sqaroni disa gjëra që keni lënë pa sqaruar, sepse është një periudhë që kërkon derisa të arrihet të stabilizohet, është një për momentin është pak i turbullt uji, por që sa do pak orë të kthjellohet dhe me kthjellimin e gjërave atëherë dhe juve do qartësoheni për ato çka doni të bëni, çfarë doni të arrini dhe ku doni të shkoni. Është një mundësi mjaft e mirë sepse gjashkëndshi që bën Saturni në Dash lejon stabilizimin e një marrëdhënie ose njohje serioze bazuar në komunikimin dhe mbështetje të ndërsjellta. Është një kohë shumë e mirë. Kurse për sa përket parashimet në lidhje me profesionin, lidhje me ekonominë, kjo javë kërkon kujdes pasi në planet sekrete që mund të zbulohen, prishen ose mund të keni disa kriza të papritura, këto ditë që them unë, prandaj keni kujdes çfarë thoni dhe ku t'ia thoni, se është diçka duke pasur parasysh ndikimi planetar prish sa ekuilibra nëse nuk jemi të kujdesshëm çfarë themi dhe kështu që duhet jemi të kujdesshëm të vëmendshëm më mirë të dëgjojmë sesa të flasim. Në anën tjetër, ndikimi që kanë bën sepse afërdita në binjak jep mundësi favorizon lidhjet dhe zgjerimet e punës ose të karrierës mbas ditës së mërkurë të premte e tutje, është një kohë shumë e përshtatshme. Dhe kalojmë me njëherë tek Akrepët. Përsa përket akrepëve duket se kjo javë sjell surpriza, ndryshime, marrëdhënie ose njohje që lindin përmes një takimi ose një studimi ose një bashkëpunimi ekonomike financiare në udhëtime të largëta, është një mundësi shumë e mirë dhe do të sjell edhe disa për ata që janë në pritje të një shtatzanie, është mundësia më e madhe tani në këtë periudhë për akrepët, sepse akrepët kanë pasur shumë të ditësit parë dhe ditësit tretë kanë pasur probleme në këtë fushën sentimentale, por do ta zgjidhin dhe është koha më e mirë. Ajo ndikimi më i mirë është ditën e njëjtë para dite, kanë ditën e shtunë gjithashtu, ndikime shumë të mira, por do kenë dhe gëzim në familjen e tyre, një diçka shumë të madhe, që kjo do të thotë me familjen ose njohje familjare që mund të kenë të dy palët, është diçka shumë pozitive. Kurse
në profesionin e tyre, në punën dhe në ekonomi, duket se ndryshimet e papritme ndodhin në partneritete, marrëveshjet ose në mënyrë që lidhe mes kolegëve, role drejtuese, do merr një rol shumë të rëndësishëm dhe nuk diskutohet sepse është koha tani për juve të kësaj shenjë dhe keni vuajtur, boll keni pasur keq kuptime, keq interpretime, po vjen një moment tani që është një kohë shumë e përshtatshme dhe tepër pozitive për zgjidhur problemet edhe gjërat e tjera që juve keni. Në anën tjetër, duket se marrë përsipër dhe përgjegjësi që do të keni, sepse do t'ju duhet të firmosni një dokument dhe një çështje shumë të madhe në biznes, keni kujdes kur firmosni, sepse mund të ketë një hile atje në mes dhe mund të ju faturohet juve ku ju nuk e keni pse të bëni gjëra tilla, prandaj kujdes në gjërat që do të firmosni. Dhe kalojmë tek shigjetarët. Për shigjetarët, duket se është një javë mjaft e mirë, një javë që është e rëndësishme në fushën e dashurisë, për ata të palidhurit ose janë beqarë ose kanë probleme në lidhjen e tyre për arsye largësie, për arsye keqkuptimesh ose thashathemesh. Gjitha këto fshini nga memoria, është diçka që keni përballë, ose atë që flisni me njërin tuaj të zemrës, është një mundësi shumë e mirë tani për sa i përket zgjidhjeve të këtyre problemeve, këto 2-3 ditë edhe pse ka të bëjë me disa katërkëndshë dhe disa problematika të vogla, por vjen një moment shumë i mirë për të stabilizuar gjërat. Në fushën e ekonomike financiare, duket se do arrin maja shqiptarët, sepse është një mundësi shumë e mirë në lidhje me ekonominë e tyre dhe stabilizimin e financave në fushën e punës dhe të ekonomisë. Kalojmë te Britsjapi. Për Britsjapit, duket se për Britsjapit në fushën emocionale java ka surpriza, sidomos nëse kanë lindur në ditëshin e fundit të shenjës së tyre, mund të sjellë dashuri të papritur ose diçka që e prisni për shumë kohë dhe kjo mund të jetë e realizueshme. Është një moment shumë i mirë sepse ka të bëjë me ndikimin e zemrës të pastër që çiltërsisë juve keni dhe është një mundësi shumë e mirë tani dhe do të shikoni ndryshime shumë të mëdha në fushën e dashurisë ose lidhjeve, mundësive dhe kohës tuaj. Një udhëtim shpirtëror është e mundur të ndodhi pikërisht duke filluar në këtë javë e tutje ose bisedimet që do të bëhen është momenti më i mirë i mundshëm. Kurse në anën ekonomike financiare java favorizon projektet që juve keni origjinale të biznesit, veçanërisht nëse ka të bëjnë me punën tuaj aktuale, në ato që dini ta bëni mirë, ose në zanatin tuaj, në ato çfarë jeni, ku jeni, domethënë që e nisni. Në fundit dini shumë mirë çfarë bëni dhe ku hidhni këmbën. Dhe kjo është diçka shumë pozitive. Madje mund të hasni edhe papritur të frymëzim, sugjerime në punën tuaj. Dhe meqenëse ju jeni fleksibël në ato çka doni të bëni, dhe është një mundësi shumë e mirë në lidhje me punën tuaj dhe anën ekonomike, që do njihni ngritjen e ekonomi dhe kjo do të thotë që gjashkëndshi juaj, ku është mësues universit dhe guvernatori juaj Saturni në dash, favorizon shumë në lidhje me punën tuaj, lidhje me ekonominë tuaj dhe me ato që keni në plane mund t'i realizoni. Por keni kujdes, mos i ekspozoni. Dhe kalojmë te dyshimit e fundit ujori. Ujori duket se në lidhje me dashurinë kanë të bëjnë shumë Afrodita në binjak është jashtëzakonisht pozitiv dhe emocionet që ata kanë sepse ujorët janë shenjë ajri dhe binjakët gjithashtu dhe kanë një ndikim shumë të mirë e tepër pozitiv në stabilizimin dhe konkretizimin e lidhjeve dhe çështjeve të mëdha. Keni edhe diçka shumë të madhe tani në lidhje me dashurinë, sepse për ju keni të palidhur ose keni pasur një njohje, mund ta ktheni lidhje serioze, është momenti i duhur për të stabilizuar dhe koha më e mirë e mundshme për të arritur në finish. Ajo çka do të keni themelet e forta, nuk keni problem fare për lidhjet e juaja dhe për ju mund krijoni familje të papritur sepse do ndodhi diçka shumë e mirë tek juve dhe është momenti më i artë për sa përket këtyre çështjeve. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën e punës dhe të karrierës, duket se mund të balanconi disa problematika të vogla që mund keni pasur, por keni shumë ndikime pozitive në fushën e karrierës, në fushën e punës dhe një çështje punë e dytë që mund keni bunim të ardhurash dhe kjo ka për të arritur vetëm me djersën tuaj dhe është një moment shumë pozitiv. Kalojmë te peshqit për para. Peshqit duket se tani në këtë periudhë kanë filluar që është në muajin mars të këtij viti, por vjen plotësimi i dëshirësuar në fushën emocionale, ku është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, edhe pse keni pasur një mërzitje që e keni kaluar në muajin fundi prillit, fillimi majit, por kjo nuk do të thotë sepse gjërat nuk do të ndryshojnë dhe madje shumë shpejt që është tani një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, sidomos në këtë javë, duke pasur parasysh nesër paradite, të njëjtën mbasdite dhe ditën e diel janë ditë shumë të mira për të stabilizuar çështjet shpirtërore, nëse jeni në një lidhje ose jeni në një njohje ose jeni në pritje të diçka të tillë, është momenti i duhur. Në fushën profesionale, këto ditë mund të sjellin kontakte të papritura biznesi, ftesa, bashkëpunime, mundësi një udhëtim i papritur mund të
ndodhi, është një mundësi shumë e mirë për sa i përket të peshqeve. Peshqet kanë mënyrat më të mira tani në këtë periudhë, është periudha më e mirë dhe më e arta për sa i përket peshqeve në fushën e karrierës. Dhe jo vetëm kaq, por do keni ndikim strategji shumë të madhe, informacione kyçe në punën e tyre, se janë shumë sekret për atë çka bëjnë. Dhe është një moment shumë i artë në ekonomi. Falenderoj Jorgo, të uroj javë të mbarë, ne do të bëhemi gati për të nisur me njëherë me rubrikën Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Merian, ku të flasim edhe njëherë për mykun e thonjve, për themrat e plasaritura, disa zgjidhje në kushtet e shtëpisë, por më parë le të ndjekim një këshill mjekësore, unë ju pres pas pak. Sot në rubrikën tonë Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Merian do të flasim për mykun e thonjve. Është një problematik që prek shumë njerëz në fakt, domosdoshmë tani në verë nga le të frekuentimi i pishinave, po nga djersitja e këmbëve dhe shumë faktorë të tjerë, po ashtu edhe për plasaritjen e themrave, një problem i përhapur, sidomos edhe te gratë, por a është thjesht vetëm një problem estetik, kjo pjesa e çarjes dhe plasaritjes së themrave, plagët, djegjet që na krijojnë aty, apo edhe një problem shëndetësor? Të gjitha këto do të diskutojmë, doktor Ylli, mirë se erdhët, kënaqësi që jemi bashkë. Përshëndetje, mirë se u gjej. Disa trajtime natyrale do të mësojmë për të qetësuar dhe për të zhdukur përfundimisht mykun, duke qenë se është një kërpudhë, a ka shanse të zhduket përfundimisht, mos rikthehet më, apo? Po, sigurisht që kjo zhduket përfundimisht, por kjo sëmundje që njihet ndryshe edhe si sëmundja e këmbëve të ushtarit, i mban gjatë dhe të mbështjella me pecetën, po, të cilat djersiten, janë në errësirë dhe në temperaturë të lartë. Kushtet ideale për të janë zhvilluar? Kushtet ideale për të zhvilluar një myk, sidomos midis gishtave të këmbëve dhe tek thonjtë. Atëherë, çfarë do kjo kërpudhë? Onikomikoza është pikërisht ajo kërpudhë e cila shkakton zverdhjen e thojit. Kështu fillon? Në fillim, faza e parë? ajo fillon si një zverdhje e lehtë e thojit. Mandej, kjo do të vazhdoj nëse ne do të tregojmë të pakujdesshëm që të përhapet aty rrotull dhe fillon që ta çoj nga një zverdhje deri në nxirje. Tek disa persona fillon të hollohet thoji dhe sikur nuk ka çapretaj, e ndërkohë thoji është futur më brenda në mish. Tek disa të tjerë, ajo thahet thoj, trashet, fillon që e verdha të bëhet si e zezë, dhe ndërkohë mishi nga thoj fillon që të shqitet, të ndahet. Ky thoj mbi vete pastaj bëhet shumë i fortë, aq sa nuk mund ta pres dot më prepsja, dhe përdorim pika ose si me shtresa, si pamjet që po qarkullojnë. Bëhet si me shtresa kështu, por është ndar mishi nga thoj, në fillim i jep dhimbje, dhe pastaj ai procesi i shtimit të këtyre kërpudhave të mykut vazhdon në mënyrë të pandërprerë, që do të thotë vazhdon ndarja, çarja, plasaritja, largimi i mishit nga thoj vazhdon deri tek baza, tek rrëza e thojit. Bëhet si më vete dhe ngritur larg. Ky thoj bëhet si më vete, bëhet shumë i fortë, fillon të shtrembërohet, fillon që të krijojë problematika të tjera, dhimbje kështu me radhë. Pra nga një zverdhje, në nxirje, në shkëputje, në shtrësuzim. Simptomat e para. Pastaj ai thoi si gryer nga mbi vete, është një lloj tjetër ku thoi hollohet në atë pjesën e sipërme të tij dhe zhvishet dhe ecën në brendësi. Dhe ne shohim jo më një thua të rregullt në pjesën e anës së tij, por disa fijëzime. Kjo është një simptom tjetër. Një simptom tjetër është kruarja e vazhdueshme në të dy anët e thojit dhe pastaj kjo kruarje vazhdon që të më marrë hapësirat midis gishtave të këmbëve. Atëherë, edhe onikomikosis, edhe Candida albicans janë që të dyja spore të kërpudhave të mykut të këmbëve. Atëherë, kushtet më kryesore për të zhvilluar këto të dy lloj kërpudhash janë errësirë, ngrohtësi, lagështirë. Pra personat të cilët rrinë gjatë gjithë ditës, pjesës më të madhe të ditës në këpucë. Në këpucë, po. Të djersitura, që nuk aerosen gjatë ditës e kështu me radhë. Atëherë, në moment që ne shikojmë ndryshimet e para, faza e parë, më themi, është kjo, ose kruarje të lehta të këmbës, po të kapim, ose nëse do të shikojmë që thoji i madh, kryesisht ky kapet më shpesh,
ose ndoshta edhe 1-2 të tjera aty, po filluan të ndryshojnë ngjyrën normale, është momenti që në këtë moment, që në këtë kohë, që në këtë fazë, neve të marrim ato masat. Mos rrezikojmë heqjen e thojt apo shkëputjen siç thatë. Patjetër. Ajo heqja e thojt është një proces që hajtë të bëj një veprim. Po. Gjasme që... Sepse sporet janë aty dhe përsëri do ta kontaminojnë. Ato sporet janë aty, prap ato do zhvillohen, prap njeriu është i pakujdesshëm. Tani, nga një thoj i madh që është më pjesa ose thoj më i predispozuar për të marrë mykun, kalojnë është ngjitës tek thojnë të tjerë ose personat cilët e prekin gishtin me duar, më pas harojnë, prekin gojën, ushqimet. Po patjetër. Është rrezikshmëria e përcjelljes më pas dhe brenda? Me një sëmundje, le të themi, të pa diagnostifikuar. Pra, a kemi vetëm këtë onikomikosis, apo kemi edhe gërshetim me Candida albicans, ose edhe ndonjë diçka tjetër. Dhe sidomos kur këta njerëz tregojnë të pakujdesshëm, që qëllon që ne të ham diçka me duart pa lara, atëherë mund të ndodhi që farat, unë e flas gjuhë shumë vulgare, shumë të trash. Më mirë që ta kuptojnë dhe publiku, pra ato janë të pa dukshme me sy. As mikroskopi nuk i dallon sporet, një mikroskop i zakonshëm nuk i dallon sporet e këtyre kërpudhave të mykut. Ama shtohen? Ato kanë një cikël që shtohen, vegjetojnë shumë shpejt, pra brenda 24 orëve, ajo rritet, prodhon, pra zhvillohet, mbin, zhvillohet dhe jep përsëri spore të reja. E thënë në një gjuhë vulgare, trash fare, sikur të marrë një farë, speci ose misri, ta mbjell në tokë, për 24 orë të mjapi speca plot me fara, brenda 24 orë. Pra, edhe specin, pra nga farë në spec dhe farë prapë. Nga spore në kërpudha përsëri në spore, që shumë fishohet më tej. Ky është rreziku, pra përveç se pamjes të jashtme estetike këtyre problemeve, këtë gjë mund ta kalojmë edhe në brendësi të organizmit që po e futëm në organizëm. Sidomos Candida albicans do filloj të krijoj ato problemet e tjera të brendshme. Aq sa do të na ndryshoj pa diskutim fiziologjinë e organizmit, përveç asaj që mund të na mbushi gjuhën me myk të bardhë, mund të më japi probleme me zorët, zhurma, kërcitje zorësh, fryrje zorësh, diare nga njëherë se trupi do japi, e kupton që kështu dhe do bëj një luftim, një vetë pastrim, duke dhënë ato diaret e shpeshta dhe të dhimbshme. Për këtë pjesën e mykut brenda në organizëm, pase do të kemi hapësira të tjera për të diskutuar për trajtime. Tani të ndalemi tek trajtimet natyrale të mykut të thonjve. Çfarë është duk përfundimisht? Cili është ai produkti natyral? Unë do të thosha kështu, puna e parë që duhet bëjmë. Ne të gjithë tashmë dim dhe e përdorim uthullën e mollës së egër. Mund të marrim për shembull në një gotë ujë, si thua, do bëjmë një para dezinfektim, një para shplarje të këmbëve. Do të hedhim një lugë gjelle me uthull ose 2, në varësi nga sa sipërfaqe kam të infektuar. Dhe nga njëherë ato arrin që, sidomos myku i bardhë, pjesën poshtë gishtave, ku është baza e shputës këmbës dhe lidhet me falangun e parë të gishtit, ajo mund të arrijë që ta skuqi dhe pastaj ta çajë. Krijon plasaritje, krijon të tjera probleme. Atëherë, ose për mykun, ose për këtë mykun e gishtave, mund të themi ndiqet pothuajse e njëjta gjë. Atëherë, marrim gati një gotë ujë, hedhim 1 ose 2 lugë gjelle me uthullën e mollës së egër. Dhe do të filloj që të bëjmë shplarjen në këtë mënyrë. Pra, fillojmë kështu. Shplajmë, pastrojmë, dezinfektojmë, i kryejmë këta thonjt kështu dhe i lëm këmbët të thahen. Pak nga përbërësit e uthullës mollës do të na mbeten këtu dhe ai shplan, gryen. Kësaj uthullës mund t'i shtojmë edhe pak krip. Atëherë, është momenti i parë që neve heqim, largojmë nga trupi kërpudha, po kështu edhe sporet. Atëherë, kalojmë në fazën e dytë. Përgatisim afërsisht 1 litër çaj ose 1 litër e gjysmë, në varësi nga sa kemi të infektuar, dhe veprojmë kështu. Për shembull, në kushte shtëpie, çdo familje ka arigon. Çdo familje mund të ketë trumës, lëkura limoni, por edhe livando, ose sherebel. Pra, rigoni dhe trumza janë 2 antimykotikët më të mirë, më të fuqishëm. Mund të marrim të shtojmë gjethe ftoi,
gjethe mushmolle. Pra janë disa bimë që në gjethet e tyre kanë një push të hollë të bardhë, një si tis të hollë po të shikojmë, dhe një ngjyrë hiri. Atëherë i hedhim këto, le të themi nga 2 lugë gjelle rigon, një trumës, një livando. Livando në hedhim më shumë për qetësuese dhe për rigeneruese të këtyre lëkurave të dëmtuara. Ose do të marrim pra, ose 2 rigon, një livando, një trumës në 1 litër ujë, ose në 1 litër, 1 litër e gjysmë, hedhim 4 deri në 5 lugë gjelle çaj antimikotik. Ky është i përgatitur me të gjitha së bashku. Që ka të gjitha, edhe këto që ju përmendët edhe. Plus edhe të tjera. Dhe veprojmë kështu. Kemi marrë çajin. Do të mbush tash 1 gotë, për shembull, 200 ml ose gjys litër nëse unë kam shumë, edhe po të kem edhe gjuhën e zbardhur. Dhe çfarë bëj? Tek 1 gotë ujë, hedh 1 lugë deri në 2 lugë kafe sot buke. Pra, e para është ujë me uthullën dhe bëjmë shplarje. Në uthull mund të shtojmë pak krip. Se ai klori është grys, pastrues edhe. Ndërsa tek çaji shtojmë sodën e bukës. Është si thuash, më ndryshon pak mjedisin soda e bukës, sepse në një mjedis acid, kërpudhat zhvillohen shumë më mirë. Në një mjedis bazik, zhvillohen shumë ngadalë. Pra, marrim këtë ujin, i shtojmë sodën e bukës, e tresim mirë dhe bëjmë shplarjen e komplet shputave të këmbës. Ose të njërës këmbë, në qoftë se është vetëm njëra kështu. Nëse kanë erë të keqe të këmbëve, që të dyja i trajtojmë njësoj. Dhe shtojmë pak përqëndrimin, ose dozën e sulmit, tek thoji i gishtit. Mbas si kemi larë mirë këmbët, i lëm të thahen, dhe mbas kësaj, do të marrim për shembull propolisin me rigon. Hedhim pika mbi thua, tek mishi i thojt, në mënyrë që ajo të na depërtoj brenda saj. Mbas i thahet kjo, pra që të gjitha, edhe larja me çajin, edhe propolisi, do të bëhen kështu, bëhet procesi, e lëm të thahet, në mënyrë që pak nga çaj, pastaj kalojmë tek tjetër, në mënyrë që pak mikroelement, nga çaj të më ngelen këtu. Do vë propolisin, do ta lëm të thahet, që ato mikroelementet që ka propolisi të vendosen këtu dhe të ngjiten tek lëkura. Atëherë, timoli, karbakroli edhe plot substancat tjera që ka propolisi, ngjiten këtu dhe fillojnë që të luftojnë kërpudhat, qoftë onikomikosis, qoftë candida albicans. Atëherë, nuk shtohen më ato kërpudhat siç janë shtuar dikur më parë. Nëse mbinin, po ta quajmë 1000, do mbinin 50 ose 100 maksimumi. Pra filloj që të ulet shkalla e agresivitetit të këtyre kërpudhave mbi thojin. Nuk bëhet më ai fije dhe tiki thoj të humbasi, t'i afrohet bazës dhe të na dalë ai mishi i thojit, kështu rreth e përqarkët dhe ngrihet tek disa bëhet si një flus ujë. Që sas nuk pritet, as ka shumë vështirësi dhe për ta ndërsa, kur kemi thonjë që nuk i presim dot, që është tërmbruar, ai bëhet shumë i forti. Atëherë, mbi të vendosim 2 pika me vajin e rigonit. Vaji i rigonit e shkrin, e dobëson strukturën e thojit, dhe ky njeri, për shembull, ndoshta pas 1 jave, arrin që thojin ta presim më lehtë. Mbasi janë tharë këto, vendosim kremin antimikotik. Do të vëmë re që këmba e tëra do të jetë shumë e qetë që brenda natës së parë. Do bëhet ky proces i përditshëm apo jo? Ky do bëhet për ditë 2 herë në ditë. 2 herë në ditë. 2 herë në ditë, mëngjes, darkë, sepse ne thamë që ajo brenda 24 orëve mbin dhe vegjeton. Neve ja shkurtojmë ciklin. E kuptova. Atëherë, ndodh që njerëzit qetësohen shumë mirë dhe ajo do qetësohet, kjo është e pa diskutuar, po pas 1 jave thot ai po asgjë s'm ka bërë, thot unë prapë kam thojnë kështu. Ajo ngjyra, qëndron ngjyra. Ajo ngjyra qëndron prapë po kështu. Neve ju përgjigjemi në këtë mënyrë. Ajo pjesë e thojit këtu, ajo është e tëra e vdekur, është e shkatruar. Atë vetëm kur thoi i ri që nuk ka qeliza që ta rigjenerojnë. Nuk ka, jo, ka mbaruar punaj. Ne duam atë thojin që është këtu tek baza, këtu. Këtë ta kemi të shëndetshëm, në mënyrë që rritja e këtij, zgjatimi i këtij,
këtë thojnë e vdekur e shtyn për para dhe neve vetëm e heqim për shumë njëherë në javë e heqim me prepse dhe pastrojnë. Derisa të arrite rënja që është e pastër. Pjesa e shëndosht harri prap ku ishte thoi i dikur shumë më parë. Për të arritur këtë, mund të na duhen nga 6 deri në 12 javë. Po. Sepse varet sa kohë sa shpesh rritet thoi, sa shpejt rritet edhe derisa ja mund të rritet në javë 2 mm, 3 maksimumi, jo më shumë. Më tepër të këmbët që janë më të ngadalta procesi. Pa llogaritur tek të moshuarit që është më ngadaltë si rritje. Pra, me pak durim, me këto pak përbërës që unë përmenda këtu, do t'jemi të bindur që personi arrin ta rigjenerojë thojën e dëmtuar. Mund të përdore dhe kjo aloe vera duke e vënë si gel, më tepër e mban të zbutur dhe është e ushqyeshme e shëndetshme. Që të mos e lëmë më pas pa trajtuar, sepse kalojmë në probleme të tjera, qoftë në qarkullimin e mykut brenda organizmit, personat që përdorin ku jon shapka ose sandale që kanë myk dhe më pas të tjerë persona të cilët nuk janë me myk, mund t'i veshin po mund ta infektojnë. Pa diskutim, kjo është një rrugë shumë e mira për t'u përhapur. Nëpërmjet shapkave, më kupton, ose nëse ky rris bathur me kështu dhe luajnë fëmijët në mbi dysheme, po të rris bathur ky për shembull, dhe ka myk në këmbë, sidomos Candida albicans, fëmijë që luajnë prekin diçka me dorë, po të hanë pa i larë duart, të pa kujdesshëm, ka shumë mundësi që këto spore të hyjnë në organizëm. Dhe pastaj, nëse organizmi i këtyre fëmijëve është i dobët, myku ulëzon shumë shpejt. Nëse është i shëndetshëm, atë trupi e vetë pastron, sepse trupi ka fuqinë më të madhe që të vetë pastrohet. Kalojmë tani tek pjesa tjetër, tek tematika tjetër, për cilët duam që të japim edhe një zgjidhje për ata që e vuajnë, femrat e plasaritura, të çarat, cilat shpeshherë djegin, kryejnë plag, na dhëmbin, nuk ecim dot. Tani ky është thjesht një problem estetik, doktor, apo fshihet diçka tjetër pas plasaritjes së femrave? Pas plasaritjes fshihet diçka që duhet të nënkuptojmë. Ose kemi diçka të brendshme, ose mund të kemi 2-3 degëzime të jashtme. Së pari, mund të jetë një pakujdesi për të hidratuar themrat e këmbëve. Që do të thotë, ndoshta nuk e pastrojnë 1 herë në ditë, më e pakta ose 2 herë. Po nuk mori ujë lëkura, ajo fillon që të thahet. Plus kësaj, qelizat le të themi tek fundi i thëmrës së këmbës. Aty në ekran, të gjitha. Atëherë, këto qeliza fillojnë që të largojnë ujin dhe të akumulojnë lëndën e thatë. Dhe ndërkohë, kjo e ka humbur tashme elasticitetin në pjesën e sipërme të saj të epidermës. Më vonë me kalimin e kohës, nëse ne tregojmë të pakujdesshëm, që do të thotë, jo vetëm më që nuk i hidratojmë këmbët, nuk i shplajmë ose t'i lyejmë në krem zbutës, ose thjesht me vajin e ullirit, ose me vajin e kokosit, por shtojmë peshën, ose mbajmë shapka të cilat nuk e kemi këmbën të rehatshme, nuk ndjejmë rehati. Pra, kam një shapkë e cila është fiks për thëmrën e këmbës në mbrapa, ose pak me vogël. Gjithë pesha që bie aty, atë lëkurën e tharë tashpër, fillon që ta tenton që ta zmadhoj. Por kjo e ka humbur tashmë, atë është ngurtësuar, e ka humbur elasticitetin, atëre, kjo çfarë bën? Fillon edhe rrit sipërfaqen e saj. Rritja e sipërfaqes do thotë që lëkura nuk është më e lëmuar dhe e harkuar, por jo, fillon që të hapet kështu. Të hapet më pas dhe krijon dhe ato. Pra shiko sa u rrit sipërfaqja, le të themi nga 10 cm, shiko sa u bë. Me këto plasaritjet. Me kalimin e kohës, për shembull, ky person vazhdon përsëri të bëjë të njëjtën jetë, por mund të ketë edhe diabet, por mund të kemi mungesë të zinkut, mund të kemi mungesë të vitaminës A, C, E e kështu me radhë, mund të kemi mungesë të ndonjë vaj omega 3, omega 6, dhe kjo tashin, lëkura vetëm që fillon të hapet aty në brendësi, por kur ky individ lahet, ai uji qëndron në për këto plasaritjet. Dhe çfarë bën tash? Më ushqen ky ujë i mbetur, se kur e fshijmë thëmrën e këmbës, ne do e fshijmë kështu anash. Nuk depërton brendësi.
mbetet ujë dhe ky ujë, sporet e mykut ose grimca, sëmundje të ndryshme, lëkure si egzema, mund të fillojnë që të ushqehen këtu dhe fillojnë e lulëzohen. Pra, në këtë hapësirën e plasaritjes, shumë lehtë na zhvillohet myku dhe ato bëhen thëmbra të zbardhura dhe si me fizime po shumë të vogla po t'i shikojmë. Të çara dhe ato që do të thot me kalimin e kohës, ato të çarat bëhen me vërtet që njeriu mund të fusi gishtin në to. Të thella apo dhëmbin, kur ato bëhen të thella, nuk diskutohet që dhembin. Ka një zgjidhje, doktor? Kur mbushen me ujë, nuk diskutohet që djegin. Djegin dhe dhëmbin. Atëherë, kush do të ishte zgjidhja? Të shikojmë një herë të korrigjojmë problematikën, shkakun, nga erdhi ky shkak. A erdhi nga obeziteti, është nga diabeti, është nga pakujdesia, për shkakun që ne kemi treguar për këmbët në vazhdimsi, kam shapkën jo të rehatshme, apo kam këpucën të ngjeshur që mbaman këmbën të ngjeshur, të kurrur, të mbledhur. Atëherë, korrigjojmë këtë. Në mënyrë që të eliminojmë shkaktari. Po, i pari. Fillojmë që të marrim tashtin dhe të bëjmë një pastrim të këmbës, që ndoshta mund ta bëjmë me atë ujin me uthull, por më e veçantë është kështu. Marrim për shembull 5-6 litra ujë, hedhim në të një 2-3 lugë gjelle, mund të hedhim një lugë gjelle sod ose 2, edhe një krip. Edhe i fut këmbët dhe filloj që thëmbrat e plasaritura sikur t'i ngacmoj me duar, me thonjë. Në mënyrë që çka qeliza të vdekura, të marrë dhe t'i largoj në këtë ujin e ngrohtë me krip dhe sod, dhe do të vëmë re që kur të vëmë neve më pas ato produktet, nuk janë më mbi një lëkurë të vdekur. Se është një shojë, kur unë të vendosi një qese celofoni dhe mbi të vendosi hilacin, po ta quajmë, që nuk mund të themi se është hilaç. Atëre, kur ne kemi hequr këtë lëkurë të vdekur, gjitha medikamentet që ne do të përdorim, veprojnë shumë lehtë. Që do të thotë, çdo ditë këmbët i fusim në këtë ujë 10-15 minuta. Fillojmë të heqim me duar ose me atë limatricën e këmbëve, lëkurën e vdekur. Kur të më dali një lëkurë e zbutur, me pak ndriçim kështu, atëherë ne fillojmë të vendosim propolisin me rigon në këto çarjet, në këto plasaritjet, edhe e lëm të thahet. Njëherë duhet sigurohemi që në këto thëmbrat e çara të mos kem fare lagështirë. Pra marrim atë tharse në flokëve dhe e thajmë mirë lëkurën në këto pjesët, pra në këto pjesët që janë të çara të thelluara, tharsja e heq ujin shumë lehtë, peshqiri jo. Se nuk arrin të ta fifi. Atëre, mbasi janë tharë këto, neve vendosim propolisin. Ai depërton shumë lehtë deri në pjesën, në miniaturën më të vogël, depërton propolisi dhe thahet shumë lehtë. Pra, gjithë materialet mbeten këtu. Mbushen me propolis. Gjithë fitokimikatet. Atëre, mbasi është tharë mirë propolisi, ne marrim dhe vendosim kremin antimikotik. Do të vëmë re që brenda një jave, themrat e këmbëve nuk diskutohet që kanë një pamje tjetër. Nëse ky individ i ka pas munguar për shembull, le të themi një mikroelement si zinku, mund të marrim ndonjë krem që është me zink. Edhe e vendosim këtu dhe na ndihmon në ristrukturimin e qelizave. Ose mund të marrë përdorim për bebet, shumë i mirë, po. Ai ka edhe zink, ka vitaminën E, ka pak vitaminë C e kështu me radhë. Atëre, nuk diskutohet që përbërësit fitokimik të propolisit, ose ky çaj me rigone, me trumës, në kushte shtëpi dhe me livando, do të na japi një efekt shumë pozitiv. Kremi është zbutës dhe antimikotik dhe rigjenerues, dhe thëmbrat e plasaritura në zgjidhen shumë. Është krijuar në atë mënyrë kremi që të mbajë të butë, të shërojë dhe mykun, siç e thamë edhe tek thoi. Ka të gjithë elementet aty të përqendruara. Dhe do të jemi pa diskutim
drejt një zgjidhje të suksesshme brenda 3-4 javësh. Por mos harroni më përpara të zbuloni shkakun që i ka sjell plasaritjen e themrave që më pas mos ripërsëriten, sepse nëse është lipesha ose nëse është diabeti apo mungesa elementeve që doktori përmendi. Të falenderoj për të gjitha këshillat që dham sot. Ju uroj javë të mbarë. Doktor, faleminderit për prezencën tuaj. Çdo të hënë në rrezen tonë, në rubrikën Bima dhe Shëndetit, do të përshëndetemi së bashku, do të shihemi sërish nesër me po të njëjtën dëshirë për të takuar së bashku.